Për dallim prej djemve dhe burrave, masturbojnë edhe vajzat dhe gratë. Po masturbimi te vajzat dhe gratë është pak më kompleks. Pse është më kompleks? Sepse fakti që s'ka penis. Sikur te burrat që e merr penisin edhe kryen shumë shpejt atë masturbimi, gratë mas pari për me mujt me përjetu orgazm ose për me mujt me i kry të gjitha fazat e përgjigjes seksuale e kanë një cikël që është shumë më kompleks. Te burrat mjafton on-off, fiton erekcion, e merr penisin, masturbon edhe kryen. Te gratë e te vajzat është shumë komplekse. Pse është komplekse? Orgazma e vajzave dhe grave është shumë më komplekse, është më e vështirë me umri edhe me partnerin, e le mo me masturbim. Është më e vështirë për ato që s'kanë shkallësi ose s'e kanë ushtruar. Po masturbojnë shumë edhe kanë nevojë me masturbue më shumë se djemt, edhe më shumë se burrat. Po pyetja çysh masturbojnë ato? Masturbojnë në forma të ndryshme. Pse masturbojnë? Masturbojnë për me i përfitue benefitet që i sjell një orgazm të femnat. Masturbojnë, ajo mënyra me çka stimulohen gati është e njëjtë. Me imagjinata, me prekje të trupit vet, të gjive apo të pjesëve tjera të trupit, me fantazi, me erotik edhe me porno. Qysh masturbojnë? Ka vajzat që janë të virgjëra dhe edhe ato masturbojnë, po ato kanë një breng pak më të madhe se nuk dojnë, shumica nga ato dojnë me masturbu, po mos me prish cipën e virgjinitetit. Dhe masturbojnë duke stimulu klitorisin. Klitorisi është një organ seksual femnor që e ka veç një funksionin e kënaqësisë, asnjë rol tjetër s'ka. Dhe stimulimi adekuat i tina gjatë masturbimit të vajzat dhe gratë sjell në orgazma shumë të forta dhe shumë shpejta. Prandaj shumica e vajzave, treja, kënaqen duke masturbu me stimulim klitorisit, buzëve të vaginës dhe gjive të vet. Kjo është një formë e masturbimit që vetëm është karakteristikë specifike e vajzave të virgjëra. Gratë tjera dhe vajzat që nuk janë të virgjëra e kombinojnë këtë lloj masturbimi edhe me futjen e gishtit në vaginë. Shumica prej tyre e bojnë duke fut gishtin në vaginë, këto e bojnë ose gjatë kohës kur janë në ndush duke pastru, ose thjesht e shtrit në një shtrat me një fantazi ose me një imagjinat që e përjeton vet ose e mendon dhe stimulon vaginën, o pjesën e mbrëmshme të vaginës duke fut gishtin në vaginë. Në popull njihet si një pikë që quhet pika G ose G-spot, e cila stimulohet shumë thjesht dhe gjendet në murin e përparën të sipërm të vaginës në 2.5 cm, po tash kjo pika G ose G-spoti në shkencë e ka një emër tjetër, quhet si kompleks, ku bashkohet vagina, kliterusi dhe uretra, edhe quhet si CUV kompleks, klitero-uretero-vaginal. Stimulimi i duhur, stimulimi i përshtatshëm i kësaj pike çon në orgazma shumë të fuqishme edhe shumë të mira për femnat. Një kategori tjetër e vajzave ose e grave masturbojnë duke përdor lodra të ndryshme seksuale. Lodra të ndryshme seksuale në të tipit të vibratorëve ose dildove ose lodra tjera që i fusin në vaginë. Vibratorët janë të ndryshëm, ka forma të ndryshme, ka mekanik, ka elektrik, ka që përdoren veç vaginë, ka me pjesën e kombinume që e stimulojnë vaginën dhe klitorisin, pra janë të formave të ndryshme dhe përdoren gjerësisht. Shumica disa nga gra ose vajza kur vinë në konsultime shprehin shqetësim a ka rrezik me dëmtu veten me përdorim të këtyre lodrave dhe marrin udhëzime që nëse përdoren si duhet, nëse nuk kesh përdoren, nëse përdoren me lubrifikant ose nëse përdoren masi lagën vet, masi krijojnë lubrifikant ose vajosit vaginës përgjatë stimulimit të gjive apo me fantazi, janë krejt të padomshme. Bëhen domshme kur i kesh përdorin, duke tentu me fut me zor, me vështirësi, ka plot vajza që dojnë me masturbu, po kanë shtrangime, nuk zgjerohen sa duhet, tendenca me fut me zor e me shkaktu dhimbje, mundet me dëmtue, po atë dëmtimet janë të vogla, të natyrës të qarjeve të vogla të mureve të vaginës që rikuperohen ose shërohen pa problem. Kur është mirë me masturbue vajzat dhe gratë, kryesisht në momentet kur janë larg një partneri, ose kur e kanë të pamundur me pas një partner, dhe duhet domosdoshmërisht me u angazhu në marrëdhënie seksuale të vetme, ose solo.
Dhe koha më e përshtatshme tyne është kryesisht koha kur kanë ngarkesë të madhe psiqike, ose pas një pune të lodhshme, përpara se me u fut në gjumë. Një masturbim para gjumi liron atë shumë hormonet kënaqësisë të llojeve të ndryshme që e bojnë gjumin më të lehtë, e bojnë me pushu më mirë dhe trupi, mendja dhe shpirti i një vajze apo një gruaje që ka masturbuar mbrëmje është shumë më i kthjellët mëngjes dhe ajo është shumë më e përgatitur me përballu sfidat e ditës që e presin në vazhdim pas një masturbimi.